A di qysh, ti s'munësh me kontrollu njerëz të tjerë, çka munësh me kontrollu është qysh ndikon ajo te te. Tho me njerëz të mirë, thë ke edhe njerëz që nuk të bojnë mirë, largohu prej tyne. Dhe tha qyre tha, nëse ndonjëherë s'ki mundësi mu largu, mujnë me qëllu edhe në familje her pas here, tha hirë tha në dietë me sjelljet e veta ose me sendet që i thojnë, nëse e ban me veti, e len me bo ven shpirtin tënë, ti ki me bojt qatë sen. Nëse e lëshon, e haron. Mirë ju, mirë, faleminderit. Unë jetoj në Prishtinë. Po. Dje u më kthy pe Londrës, ndoshta ajo halo po më vjen era perëndim. Po. Mirë, po unë kam jetu 15 vjetë në Angli dhe një për aty në njerëzve që është kthy në Kosovë, kështu që është mirë me vizitu Londra, po me jetu ma shumë jetohet këtu, ma mirë jetohet këtu se atje, drejtën me tonë. Se mori këtë vendim, u kthy prej Anglisë 15 vite ki qëndrua atje. Po pse që kjo është vendi jem, qëtu ndihna si në shtëpi teme. Këtu muj me bo shumë ma shumë, se që muj me bo në Angli. Mandej, na nuk dim çfarë të mira i kemi, me thoni, kemi të si dhurat. Kemi dilin, e kemi detin 3 orë largë, malet 1 orë e gjysë largë. Klima është fantastike, ka shumë sendet mira këtu që mundesh me i përjetu, kështu që për mu ma mirë jetohet këtu se atje. Po jeta atje 15 vjetë, si ishte për ty? Unë kom shku me studiu, mandej kom punu një kohë, kom mësu shumë, kështu që si përvojë është shumë e vlefshme, po, i ka të mirat e veta, po prapë thëmë, për mu këtu është ma mirë. Eksperienca ma e paharuar, ma e çuditshme që ka ndodhur në Angli, që ndoshta ki mos më na ndajt pak? Kur kom shku në Angli, kom shku me bursë me një shkollë private, të cilën në një mënyrë e ka aprovu drejtoresha që asaj shkolle. Po për kundër faktit që e ka bo qatë mirë që, do më thonë, veç që ajo e mirë ka mjaftu në një mënyrë, ajo ka vazhdu me më ndihmu edhe financiarisht edhe me kontaktet e saja me marë bursë për fakultet, edhe do më thonë ka mbështet për gati 1 dekadë, edhe unë s'ko mujt me besu që dikush mundet me qenë qatë zemërgjan, edhe mënyra se qysh ajo ka mendu, është mandej mënyra që unë jam zhvillu si njeri me mendu, mu mundu jo veç me ndimu vetës, po edhe tjerve. Kush të bën lumtën gjatë gjithë kohës? Kush më bën lumtën? Gjatë gjithë kohës? Po mënon kush atë qka? Se... kush më bën lumtën gjatë gjithë kohës? Mbojnë të lumtën njerëz që janë kështu të infektojnë me pozitivitet. Janë të njerëz që kur të rinë me ta, s'ki qare pa pas disponimin e mirë, se nuk të lojnë me qeni mërzitun, që ata janë njerëz që mas shumë të mbojnë të lumtën. Po mbin men 3-4 vetë që janë të tilë, që ata janë njerëz shumë të vlefë shumë njëtën teme edhe në shoqni. 3-4 vetë janë familjar njerëz? Jo do mëzdëshmërisht. Ka edhe familjes, po ajsen s'është me rëndësi. Që tash po m'bjen men Ylli. Pak ma heret folja me Yllin. Ylli është një kolegë që jemi bashkëpunu në disa projekte. Edhe Ylli është gjithmonë pozitiv edhe i këndshëm, ka humor, edhe mu më bën pozitive edhe të këndshme me pas humor. Ka ditën gjatë gjithë kohës. Po. Sa mirë që i rrethuar me kësi njerëz. Jo të gjithë e ka janë fatë. Pa ja din qysh, du të pak minajt gati. Unë e kom pas një shef që thëj ke rrethohu me njerëz të mirë, thëj ke edhe njerëz që nuk të bojnë mirë, largohu prej tyne. Dhe tha qyre tha, nëse ndonjëherë s'ki mundësi mu largu, mujnë me qëllu edhe në familje her pas here, tha hirë tha në dietë. Tha nështë as mund është krejt me i eliminu prej jetës, po mos reqat shumë me ta. Bëne si dietë, ma pak edhe kaloj e kohën ma shumë me njerëz ma pozitiv. Ide e mirë, kështu që unë e praktikoj. Formula ma e mirë, të mdo që e pas ke gjithë. Po. A ki pas asë njërë që ndoshta edhe ta kanë prish ditën, disponimin e ditës? Qëre ndodh, normal që ndodh a i send, po, a di qysh,
ti s'munësh me kontrollu njerëzit e tjerë, çka munësh me kontrollu është qysh ndikon ajo te ti. Edhe kur të bën dikush nervoz ose të shpron dikush me sjelljet e veta ose me sendet që i thojnë, nëse e bën me veti, e lën me bu vend shpirtin tënd, ti ki me bojt qatë sen. Nëse e lëshon, e harron, edhe nuk të lën përshtypje qatë shumë si kur e lën me të nejt në shpirt. Ka ti diçka të veçantë në jetën tënde që njerëz nuk e dinë për ty? Une ja përshtypjen si një njerit shumë energjik edhe aktiv, edhe jam energjike edhe aktive, po ka ditë në cilat rinë pijama në shtëpi edhe s'dal prej shtëpisë, lexoj që aty diçka, edhe njerëz që më njohin kështu, që si tash po shihem rrugë, s'ja u merr mendja që muj me pas qasi ditë kur gjë s'bëj, veç lexoj edhe ri që aty në shtëpi, e unë çat sa ne bëj edhe çajo më rri për trin diçysh. Ma jep pushoj tamam që duhet edhe mandej muj migro ma shumë. Për mbyll me një mesazh se një bisedë koha pa harruar e kombo që ka kohë kam dëgju për një vajze, domethënë kaq bisedë bukur ta kem. Që ka të bëjë me jetë, që ka të shërbejë ndoshta edhe njerëz do të shërbejë për jetë shumë, një mesazh, çfarë kishte thënë gjithë ndjekësve tanë. Se mos gjinis femërore. Qëre, për gjinin, sidomos për gjinin femërore, bërë në zoti vetë vetës. Është me rëndësi me pas parën tënde. Kështu që këshyr me nda, cila është mundësia me e pas financat e tua, edhe në qoftë se si e tu punu, negociaje me njerëz në jetën tënde me pas një pare tënde. Nëse mundësh, puno 2 orë, 3 orë, 4 orë në ditë, bën e parën tënde se ki me pas ma shumë vetbesim, ki me pas ma shumë autonomi, ki me pas ma shumë liri, edhe patjetër që kemi mundi edhe ma i lumtun se vjen në shprehje si ma shumë se veç non, gru, qik, motër, po edhe si Jehona në rastin tem, ose Albulena, ose Jeta, kush do s'ka lidhje, investo, qëre qka është, do më nështë një sen kësha me thonë, qëre, nuk i zgjedhim na fatin ku lindim, a lind Kosovë, a lind në Angli, a lind familjet pasur, a lind familjet varfën, a lind në familjet shkollume ajo. Qëllon ku qëllon, ajo është çështje e fatit. Mirë po gjithmonë ka hapësirë me bo diçka për vetin. Po foli për Kosovën 2025. Nuk po muj me thonë, qa për dione me lindi ku tjetër, nështë është ma vështirë. Po qëtu, secili prej neve kemi mundësi me bo diçka që me jetu ma mirë se që po jetojmë sot. Edhe duhet me marë pak jetën si projekt. Ja bën pak vetit punën, si shtash. Nëse edhe s'munësh me dalë me fitu pare, nëse dikush po të bën nervoz, edhe peshe çdo ditë, nështë mos u tako çdo ditë, nështë do çdo dytën ditë, jepja vetës pak një hapësirë me marë frymë. Kështu, shkurt e shqip, ki ma shumë pushtet se që ta merr mendja, ki ma shumë mundësi që nisi jetën tënde për veti, gjerë një mënyrë, bëne një send vogël, edhe ki mund një shumë ma mirë mandej që e ki bo. Çfarë mesazhe mirë, çfarë bisede edhe njerëz po thamë këndshme. Unë pata kënaqësi me një vajzë kaq të zonjën, flas kaq mirë kështu, që thash ditën ma këndrejë. Faleminderit. Jo përshëndes, Sajmir. Sajmir, që okay. Jehona. Miru pafshim ton.